Ka ardhur vjera në shtëpi kur nuk kam qenë as unë as bashkëshorti, por vetëm fëmijët e kanë parë dhe ajo ka menduar që s'ka njëri në shtëpi dhe ka lagë derën e shtëpisë me ujë dhe e ka spërkat. Uji ka rënë tokë dhe fëmijët kanë dalë dhe i kanë bë foto një shisheje me ujë me letër brenda, edhe vjerës duke ikë. Dhe më pyetën, çfarë është kjo, se ishte nëna, pra vjera, e lagu dhe iku. Ej, Zot më fal, o Allah na fal, o Zoti, o Allah na fal. Allahu na falt. Ky është një rast ku këta nuk janë njerëz. Pra kemi të bëjmë me një vjerë që nuk klasifikohet në klasën e njerëzve. Mund klasifikohet ke gjitarët, ke zvarranikët, ke peshqit, ke amfibat, ke një qelizorët, ke shumë qelizorët, po tek njerëzit nuk klasifikohet, pasha Allah. Po sa budallaqe, edhe e lën shishin aty. Edhe zdi me e mulu. Kur e kanë pyet, thot, fëmijët dhe kemi pyet ne, ka thënë, ju qenë keni të hutuar, se unë zbëj keq, s'kam lag gjë. Hajë, inshallah, pastroje, këtë pjesë që e ka lag, me ujtë kënduar, këti ujtë kënduar hidhi uthull, krip, edhe pastroje, laje derën, laje venin komplet, edhe mos u mërzitni, hajë, inshallah, hajë, bëvë Zoti, herë tjetër, vendosni një kamera të fshetë, që ta kapi kamera dhe ta trajtoj bashkëshorti, ta trajtoj biri, nonën, dhe t'i thotoj nonë. Të lënçim Zotin.